Në puntatën më të fundit të programit Mirëmbrëma Yje, atmosfera u nxe nga një dialog mes Arbana Osmanit dhe shkrimtarit Ben Blushi, i cili ishte i ftuar për të promovuar librin e tij të ri. Ajo që nisi si një bisedë për letërsinë u kthye shpejt në një rikthim të eksperiencave të tyre të përbashkëta në Top Channel. Në një moment kyç të intervistës, Arbana i drejtoi Blushit një pyetje të drejtë për drejtë dhe plot kuriozitet. Këto preferonte si drejtues të një formati reality, atë apo Ledion Liçon. Blushi zbuloi një prapasken të panjohur rreth edicionit të Big Brother VIP, duke deklaruar: "Sigurisht ty je më e mira për këtë format. Më vjen keq që nuk e prezanton Bigun. Ata donin Ledionin, por unë nuk pranova. Vura vetëm për ty dhe besoj se kam bërë gjën e dur." Deklarata e papritur e vuri moderatore në siklet dhe ngjalli reagime të menjëhershme në rrjetet sociale, ku përdoruesit nisën të komentonin për vendimet e marra në prapaskenat e televizionit, ndërkohë që intervista transmetohej ende live. Ledion Liço dha një reagim të tërësort përmes Instagramit. Ai publikoi një thënie: "Unë mendoj se të gjithë duhet të bëhen të pasur dhe të famshëm, që të kuptojnë se kjo nuk është përgjigja." Ky postim u interpretua nga shumë ndjekës si një koment i koduar filozofik, por me nuanca thumbuese ndaj deklaratave të Blushit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.